Gola, shtylla, rasta dhe në fund një fitore bindëse për vajzat kuqeblu. Vllaznia femrave kanë poshtur me rezultatin 2-0 Gramshin në sfidën e fundit të fazës së dytë të luajtur në fushën sportive Reshit Rusi. Edhe pse vendi i parë ishte siguruar për javësh, shkodrane dominuan lojën dhe zhbllokuan takimin në minutën e 54 me Arbiona Bayraktarin. Në të 67-ën, Mekidoqi vullosi rezultatin me një goditje dënimi spektakulare. Pas fitores me Gramshin, trajneri i vllaznisë në futboll për femra, Nikolen Leka, tha se janë gati për titullin e radhës. Pa diskutim ishte një mbyllje e bukur e kampionatit. Do të shpreh një falënderim të madh për vajzat, një bravo të madhe. Kanë bërë një kampionat jashtëzakonisht i mirë me gjithë problematikat që mund të kenë si kampionat, por kanë bërë një kampionat shumë të mirë dhe do t'i falenderoj shumë të vajzat. Nesër sot më ishin një ndeshje shumë e bukur, e dominuar në gjitha drejtimet nga ekipi jonë. Bile vjet duhet më bë pishman pse nuk u shinun gola pak më tepër, por gjithsesi ishin një ndeshje shumë e bukur, vajzat realizuan gjitha detyrat dhe do t'i japi falënderim të madh. Objektivi jonë është titulli kampion dhe do të jena duke punuar fort dhe me vajzat, me stafin, me presidencin që të arrijmë objektivin që kena. Nga ana tjetër, pavarësisht humbjes me vllaznin, trajneri i Gramshit në futboll për femra, Alpin Gallo, u shpreh i kënaqur me skuadrën e tij. Duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimenta dhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte një përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytzuar momentet e dhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç 4 ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera. Me këtë sukses, vllaznia mbyll fazën në kuotën e 46 pikëve dhe hyn si favorite kryesore në Final Four, ku do synojë titullin e 13 radhazi.